Josef, babai juaj ka botuar dhe një libër si dëshmitar i gjyqit special, si dënuar dhe ka dëshmuar dhe si dënuar, jo si që ka dhënë dëshmi. Cili sipas jush ka qenë pengu më i madh i tij, domethënë në atë gjyqje dhe pas atij gjyqi? Spari falenderoj Institutin e Studimit të Krimeve të Komunizmit për këtë organizim të 80 vjetorit të gjyqit special. I madh ka qenë më i riu në gjyqin special, vetëm 28 vjeç, nuk ka patur asnjë post politik që të ishte, vetëm se ka shkruar kryesisht në gazetën Bashkimi i Kombit një seri artikuj gjatë viteve 43-44 ku mbronte nacionalizmin, mbronte Kosovën dhe ishte kundra luftës vllavrase, edhe pikërisht për këto shkrimet e tij në gjyq akuza e vetme ishin shkrimet të cilat unë i kam botuar edhe sot e kësaj dite i kam paraqitur edhe këto ditë. Artikujt janë thellësisht në mbrojtje të Shqipërisë dhe të shqiptarëve dhe të vlerave që ata përfaqësonin, por në konceptin komunist çdo element i patriotizmit duhesh zhbir për të mbjellë një fare re, frutet e cilës janë ende të pranishme, të dukshme, edhe që ende të cënojnë ato vlerat e një kohe të cilën ne sot nuk kemi mundur ta rrafshojmë dhe të krijojmë atë elementet e një barazie sociale përpara ligjit, edhe të kemi të drejtat barabarta me qytetarët e gjithë këtij vendi. Kjo është gjëja që unë si trashëgimtar i njërit prej të mbijetuarve të fundit mbas 90-s, kanë qenë 2 të mbijetuar mbas vitit 90 nga gjyqi special, Jakov Milaj dhe Lazar Radi. Jakov Milaj ishte 34 vjeç, kishte qenë ministër, i kishte mbaruar për veterinari në Torino dhe ishte ndër figurat më të reja dhe më premtuese të veterinarisë dhe por ishte autori i librit Raca shqiptare, që ishte i mjaftueshëm për të qenë pjesë e gjyqit special, asnjë gjë tjetër s'ishte. Tashti unë nuk do marr përsipër sepse për gjyqin special janë thënë dhe janë stërthënë shumë gjëra, por unë do të citoj pjesë nga libri, domethënë nga fjala e të mbijeturit të vetëm që ka shkruar një libër në të qenit gjallë të tij dhe që për fatin e tij të keq, unë nuk kam mundur ta ribotoj këtë libër mbasi kam ribotuar veprën e tij në 14 libra plus edhe 9 libra të përkthyer, të cilat i ka realizuar, një pjesë i kishte realizuar gjatë kohës që ishte në internim dhe një pjesë i realizoi mbas vitit 90 deri në vitin 1998 që ai vdiq. Me rastin e 50 vjetorit të gjyqit special, ai i botoi këtë libër që shpërndarja e cilit nuk ndodhi as në kohë dhe as nuk u pati në një mbështetje as nga shteti dhe as nga institucionet, dhe ky është libri i vetëm i shkruar deri më sot për gjyqin special, i pari gjyq special në Shqipëri, dhe detyrën si qytetar ndaj gjithë atyre njerëzve patriot dhe ndaj vetes vet e ka dëshmuar në mënyrën më dhe do të ishte në dinjitetin e të gjithë neve që jemi këtu të dëgjojmë çfarë ka thënë ai në atë realitetin e asaj kohe që ka jetuar dhe ato përjetimet e tija, dhe besoj se është e mjaftueshme që ai ka dhe gjithë të tjerë, sepse desha të theksoj edhe një gjë. Në gjyqin special kishte patriot që erdhën nga Amerika, si Aqif Përmeti, Akile Tasi dhe Bahri Omari dhe Koltromara, që kishin punuar me Vatrën dhe që kishin ardhur në Shqipëri mbas viteve 20 për ta bërë Shqipërinë. Dhe këta befas, ata që luftuan për ta bërë Shqipërinë, befas u bën armiq. Në gjyqin special ishin jurist rreth 17 persona që kishin mbaruar juridikun në universitetet më të mira të Evropës dhe ishin përballë për të gjykuar nga njerëz që nuk premtonin as mbarimin e shkollave të më elementare për të bërë jo gjyqje, por për të bërë biseda, se gjyqja është një fjalë tepër e madhe dhe plus kësaj në gjyqin special ishin edhe gazetar të njohur, që ai autori i filmit i përmendi, por nuk i përmendi të gjithë, sepse ishin Akile Tasi që drejtonte shtypin e asaj periudhe,
ishte Koçotasi që ishte autor, po njëkohësisht kishte edhe pjesë në shtypin shqiptar, ishte Lazar Radi, ishte Fiqerilla Gami, ishte edhe Masar Sopoti. Do më thënë, figura me kontribute të jashtëzakonshme në gazetarinë shqiptare. Tështi, unë do të citoj pak pjesë për të mos e rënduar kohën e askujt mbi atë që ka thënë autori Lazar Radi. Gjyqi special shpalosi në qiellin e zymë të Shqipërisë atyre viteve legalizimin e krimit dhe dha direktiva dhe mësimet posaçme për ata që do të gjykonin dhe do të dënonin me vonë me mira shqiptarët pafajshëm në të ashtu quajturët gjyqe të popullit të ngritura në gjithë Shqipërinë. Gjyqi special që një manifestim diabolik politik dhe një shkollë e shëmtuar për të përgatitur kriminal të paskrupullt për gjyqet e ardhshme që parashikoshin të ishin me qindra dhe mira. Burgjet më shumë se ndërtesat të mëdha të Tiranës dhe qyteteve të tjera ishin të mbushura plot e përplot me të burgosur. Shqipëria e tërë ishte kthyer në një burg të madh ku do të hynte çdo shqiptar që nuk mendonte ashtu siç mendonin për çështjet shqiptare Dushani dhe Miladini. Shqipëria, lirinë dhe pavarësinë e saj e ruante tashmë diku në malet e Bosnjës në Bihaq tek shtabi i përgjithshëm i marshallit Tito. Nga gjysma e muajit dhjetor u përhap fjala në Tiranë se do të bëhej gjyqi special dhe ku do të dënoheshin përgjegjësat kryesor të tragjedisë shqiptare në para disa ditëve u mor vendimi, domethënë ai ka edhe në kronologjinë e kohës. U mor vendimi që 60 prej nesh do të dënoheshin në gjyqin special, se kush ishim nuk e dinim asnjëri nga ne. Për caktimin e pjesëtarëve të këtij gjyqi u bë një punë e madhe, një shoqëritje e hollësishme dhe e përpikt, që në atë gjyq të mendoheshin, të përfaqësoheshin të gjitha kategoritë, do të kishte nga ata me përgjegjësinë më të madhe deri tek ai më i pavetëdijshmi që të cilin e kishin përfshirë në këtë vorbull të asaj që ata quanin katastrofa e madhe. Gjyqi special u bë shkolla e terrorizmit shqiptar. Karakteristika e kësaj kohe ishte, domethënë nga vitet 45 deri në 51 thot, karakteristika e kësaj kohe ishte vrasja pa gjyqje, zhdukjet e paligjshme, gjykimet e inskenuara dhe të improvizuara për të plotësuar kërkesat e çastit, dhunimet arbitrare pa prova, pa fakte ligjore, me akuza banale, të trilluara, të pabesueshme, gjyqje formale dhe zhvillime dhe dënime të përcaktuara nga lart nga drejtuesit kryesor të shtetit, nga xhahilët, kriminalët, servilët dhe konformistët. Para se të bësh gjyqje special, i kanë, domethënë, një nga ato paradokset, i thonë të gjithë këtyre 60 të dënuarve, i thonë që ju do visheni mirë për ditën e gjyqjes special. Dhe më e bukur është se ashtu të veshur mirë, nuk ishte qëllimi që këta të paraqiteshin dinjitetshëm, por duke i përcaktuar si borgjezët dhe reaksionarët, ata do të kalonin gjithë të turmën e 60 të dënuarve për para turmës dhe turma do t'i pështynte pikërisht për atë pamjen e tyre dhe për shfaqjen e tyre dhe ai thotë, po rruheshim, po visheshim me gjërat më të mira që kishim, kush mirë dhe kush keq. Të paktën të dukeshim si dhëndur. Thellë në shpirt sikur na rëndonte një peshë e rëndë misterioze e kopshme. Pa parë gjëkundi, na rëndonte mizverk një shpatë e rëndë e ftohtë kërcënuese që atë mëngjes plaka zhdimri na qëndronte pezull dhe vazhdimisht kërcënuese mbi zverkun tonë. Pra, këtu kalojmë tek kush e drejtonte gjyqin special. Ustallëku i emisarëve të Jugosllavisë ishte i përsosur. Emisarët e tyre ishin tepër aktiv, punonin në heshtje dhe në hije. Ata qenë të pranishëm jo vetëm në mal ku ishin organizatorët kryesor, por më vonë zbritën së bashku me partizanët dhe u ngulën në Tiranë duke bërë organizimin e parë tashmë jo vetëm të ushtrisë dhe të administratës civile, po dhe shërbimin e fshetë. Edhe në gjërat më të vogla ndjehej dora dhe mendja e tyre diabolike. E gjithë puna e tyre nuk ishte as e vogël, as e papërfillshme. Tani ishte organizim i shtetit shqiptar sipas modelit jugoslav. Kudo kanë vepruar si hije.
kudo, pa u shfaqur në persona të parë, kudo, pa u dukur si figurant apo në skena makabre të politikës tragjike që po luajnë në kurrizë të popullit. Gjyqi special ishte palestra e parë, ku do të zhvilloheshin provat solemne të krimit të organizuar komunist në Tiranë dhe po merrnin pjesë edhe të huaj, sidomos vëzhguesit aleat, vëzhguesit e misioneve anglo-amerikane, francezët, sovjetikët dhe jugoslavët. Gjyqi special, në mes të një euforie prej të çmendurish, vazhdoi 1 muaj e gjys dhe pati më shumë se 30 seanca. I përmenda këto në kujtim të gjithë atyre, sepse këto fjalë që ka mundur t'i thoshte i madh që ishte, si thuash, i fundit i mohikanëve, i një gjyqi që hapi portat e krimit, e ndjeva si të domosdoshme, sepse e vërteta është e dhimbshme, e hidhur, po ajo inercia e tragjedisë saj vazhdon edhe sot. Ajo që doja të theksoja unë, se Lazar Radi u dënua me 30 vite burg dhe kreu vetëm 10 vite burg. Problemi nuk shtrohet, u dënoi Lazar Radit në vitin 1952 i dënuan gruan. I dënuan gruan dhe në gjithë procesin gjyqësor të gruas tij nuk i thuhet në emër dhe në mbiemër si e kishte ajo Vitore Radi, po i thuhet gruaja e armikut të popullit. Është një tmerr babai ka kërkuar një zbutje dënimi gjatë gjyqit special, mbasi kishte lënë gruan mbas 1 viti e gjysmë martese dhe një vajze 4 muajshe, dhe ka një shprehje të famshme që e ka pjesë një poezie që thot babai: kur rash në burg, lash gruan dhe gruan e re, domethënë s'kishin as 1 vit e ca martesë, dhe një vajzë të vogël. Kur dola nga burgu, thot, e gjeta gruan në burg dhe vajzën e vdekur. Kjo është ajo, si thuash, një jo përtej fjalëve të përgjithshme të gjyqit, po të vërtetave të dhimbshme dhe tragjike që kam mësuar. Të mos ndalemi këtu. Lazar Radi bëri gjyqin special, i kreu ato dënimet dhe u kthye në Tiranë prej nga e kishin arrestuar. Mbas 4 ditësh e kanë internuar, fillimisht në Myzeqe, masanej në kampin e Kuçit Kurveleshit, ku është një kamp i famshëm me 100 intelektualëve që ishin liruar nga burgu, dhe më pas e internuan në Myzeqe, ku ka jetuar disa kohë në Gradisht, në Çerm dhe në Savër. Dhe ajo paradoksi e historisë është që edhe mbasi e kreu gjyqin, edhe mbasi e internuan, ne fëmijët e tij vazhduan të rritemi në kampet e internimit dhe deri në vitin 1991 Lazar Radi i gjyqit special kishte 3 breza të dënuar dhe të mbajtur në kampet e internimit. Pra, dalim në konkluzionin që gjyqi special nuk ishte që i dënoi njerëzit, po dënoi gjeneratat duke krijuar idenë e armikut përjetshëm dhe ndëshkimit të përjetshëm që vazhdon edhe sot e kësaj dite. Kjo është një vërtet e një dëshmitari të cili ka lënë një libër, ka lënë edhe një njeri që ja ka vazhduar rrugën e tij, por që ka edhe mbi shpinë edhe peshën e një përgjegjësie për asnjë lloj krimi dhe për asnjë lloj gjëje të bërë në kundërshtim me ligjet e shtetit. Kjo është demokracia, ky është komunizmi dhe kjo është demokracia. Kaq kisha, ju falenderoj për të kohën që ju mora. Jam 60 vjeç. Dakor? Jam Flamur Suleman Han. Babai e morën në Austriakën në vitin 1917 dhe e shkolluan për 6 vjet. Erdhi dhe hapi shkollën ushtrimore në Elbasan, e para shkollë. Pastaj është një nga 6 profesorët e shkollës normale, Universiteti i parë shqiptar. Po i bi shkurt. E ka arrestu Kopiniko në orë të mësimit. Unë ishte 1 vjeç. 1 vjeç baba. Kur liru ishe ba 11 vjeç. Jetim nana, jetim baba. Kush e shpëtoi në burgu? Hafiz Musa Basha, edhe Meftar Graboska, të cilin e kishte pas
normalisht në 43-shin. Kam i plan genial. Kam qenë absolut në histori dhe një shumë mirë historinë e kombit. Pra në këtoj që është profesor, Fadil Gurmani hangu plumin, baba im u dru me plum, u arrestu në mësimit, Kopi Niko me 5 profesor në emër poplit, armikë poplit. Sot që po flas, ne kemi 5 breza në arsim. 5 breza në arsim. Elbasani është qyteti që ka dhënë arsim gjithë kombit shqiptar. Të gjithë normalistët është përcaktuar një akademikët e Elbasanit dhe të Kosovës janë produkti i Sulharit. Çfarë kam piketuar? Drejtorët e policisë 1 dhe prokurorët 2 të demaskohen dhe të rigjekohen. Se ashtu është Teneqegjiu. Teneqegjiu ishte ai Palacio. Ju mundon të justifikohen që ne nuk ishim faj. Megjithse babai im ka qenë ka qenë normale deri në 34, ka qenë inspektor arsimi në Korçë, ka qenë inspektor arsimi në Vlorë, ka një fjalim me rastin e 25 vjetorit të pavarësisë që ka çudit botën, edhe sot është shumë bujar lesh ka e di, edhe i gjetën një kartë vizitë ambasadorit amerikan. Kjo që ka qenë agent, poli agent bili, s'kishin qenë përpara babai im. A koha banit vetëm, nuk u thyë, e kanë torturuar në mënyrë zgjerëzore me tepelene dhe kadrilaze. Me tepelena, këto jemi ne, duhet i gdhenim. Dhe jo ato që bajnë të palacot, që nxjerrin atë bunkerin atje, këtu në mes të Tiranës duhen të gjithë viktimat e terrorit komunist. Sepse Suleman Vučićerni me Suleman Harri kanë qenë kënet në Maligjit. Gjyshi i kësaj Vjosës. Po unë ku jam? S'jam ndërzu. Jam vazhdu si denjë i veprës babait tim. Jam kryetar shoqatës persekutumve me besim në regionin. I falenderoj të gjithë to që kanë drejtu, kanë bërë punë kolosale. Pra, ato duhet të shohin krimet e komunizmit të ekspozohen. Edhe në kënet Maligjit. Në nxjerrin Spaqin. Çfarë Spaqi? Kanë tjerë pune. Miliona, me mira, unë kam punuar në metalurgji, me mira minator, saldator, që punoshin e minjera, ikën, pa mush ditët, edhe mu që më shikoni këtu. Mu mushën mushkërit me qelp. Jam ba 3 herë operacion Stambol. Më shpëtoj djali 3 herë. Edhe 3 herë operacion e tje, herën e 4, me Elmoj Qazim Sedini, me bashkëpunëtorët e tij. Fatkeqësisht, më qifën dhe pas perdes demokratëve, se ka Elbasani ka demokrat miliarder. Po ne pse do lypim ne? I minutë edhe tash, mos më shu se në gjaf lamurin. A di, mirë, më ka keq shpirti mu. Më falë tash, a di ti ç'është problemi ka marrë dhe ku hyn baba im? Hyn ke një rezolutë e Këshillit të Evropës, të lirohen me njëherë në burgu personat të poshënume se janë dënuar në mënyrë të padrejtë. Dhe si mas së drejtës ndërkombëtare paguat $5 vit burg. Dhe unë $5.000 do të marrë baba im, se ne duhet i bëj një shtëpi ashtu që të përmendor që quhet ajo, se kanë bërë të gjithë kriminalët, vrasësit gëzojnë pensione të mira. Krimi që s'ndëshkohet, tërbohet. Unë jam për Brzhinskin. Ato e kam zyrën unë, falenderoj me atë, në Elbasan, jam njëri me shumë influencë, kush e harron të kaluarën, i qërrof një sy. Kush e kujton këtë kaluarën, i qërrof një sy. Kush e harron të kaluarën, i qërrofshin të dy.
Dhe kjo është mëse e vërtet. E kam zyrën e kujtesës. Kam zyrën e kujtesës dhe të shkruan për libra se çka mba krimet e komunizmit. Si na bane, kam qenë klas 3 fillore, edhe kjo do të them, dhe Gjigji Kotherja ishte mësuse, baba në atë kohë ishte në Burg Burrelit. Kemi bajt zi për baba Stalinin. Baba ishte në Kënet Maliqet. Kur njëri X, kja është hiqe si demokratët, ju, babalarë toj, kënoshin kangën, bitë e Stalinit jemi ne. Ne s'kemi qenë bitë e Stalinit. Kemi qenë bitë e Shqipërisë, bitë e Evropës, bitë e demokracisë, e mira ka një emër, as Sali Berisha, e keqja ka një emër, as Edi Rama. Ne do të fitojmë. Shumë, zoti ta bëjmë mbar dhe të dënë shëndet që të arrish edhe që ke për babajnë tënë. Sokol Borshi, nipi i shoqëri Borshit dhe Asim Abduramanit, pak ka një film që nëse do mundemi ta japim. Me 14 prill 1945, regjimi komunist i sapo vendosur në Shqipni ekzekutoi me pushkatim mas vendimit paravendosur të ashtu quajturit gjyq special një fars kriminale e vërtet 17 intelektual të parë. Këta fatkeqe ishin të dënuar me pushkatim Aqif Përmeti, Bari Omari, Beqir Valteri, Daud Çaçani, Dik Cami, Fejzi Alizoti, Gustav Mirdash, Hilmi Leka, Javer Hurshiti, Kol Tromara, Konstantin Kota, Shoqëri Borshi, lindur në Shkodër, ushtarak karriere, Tasim Bishkemi, Terenc Toçi, Arbresh nga Kalabria, Zef Kadarja, viktima të komunizmit shqiptar. Për të vetën arsye, pa arsye, se kishin studiuar në Perëndim, Itali, Francë, Gjermani e Austri dhe kishin një vizion perëndimor për Shqipërinë, e nuk ju bashkuan ideve komuniste vllavrase. Një nër këta, intelektual të mirëfillt, ishte dhe Shoqëri Borshi, i cili kishte ndjekur karrierën ushtarake. I lindur në Shkodër, në vitin 1895, në lagjen Arra e Madhe, u rrit në lagjen Parruc, aty ku sot njihet si shtëpia e Çekiqve. Sipas një marrëveshje që qeveria e Ismail Qemalit kishte ndërmarrë me mbretin e Italisë për rindërtimin e shtetit të sapo formuar shqiptar, shoqëriu u nis menjëherë për në Itali, për të ndjekur shkollën e oficerave në Bari. Mas një viti shkollim në shkollën ushtarake të Barit, filloi lufta e parë botnore dhe shoqëriu mobilizohet në ushtrinë italiane me graden nëntoger i kamësorisë në Verona, në frontin italo-austriak, ku në marimin e luftës i akordohet medalja e luftës së Vittorio Venetos. Në vitin 1919 kthehet në Shqipëni së bashku me një grup ushtarakësh shqiptar dhe italian me detyrë rindërtimin e ushtrisë dhe të gjandarmerisë shqiptare, sipas akordit të mëparshëm ndërmjet dy qeverive. Largohet përkohësisht nga jeta ushtarake dhe fillon dhe merret me art dramatik, e si përkthyes, masi flitte frëngjisht, italisht dhe turqisht. Regjisor dhe aktor, kryesisht në Shkodër, së bashku me Kol Gurakuqin dhe Kristo Floqin. Merr pjesë në Kongresin e Lushnjës dhe ishte sekretar i avokat Kadri Hoxhës. Në qeverinë e Nolit, në vitin 1924, caktohet këshilltar ushtarak, Shoqëri Borshi u caktu komandant i garnizonit në Shkodër, Puk, Korçë e Tiranë. Mas atentatit kundër mbretit Zog në Vjenë në vitin 1931, u caktu në departamentin ushtarak të oborrit mbretnor shqiptar dhe përgjigjej direkt për sigurinë dhe jetën e mbretit Zog. Si oficer karriere në gjandarmeri, karabinieri, si në drejtori policisë
dhe ma vonë drejtori i saj. Shoqëri Borshi ishte nën drejtori i policisë shqiptare në pranverën e vitit 1942 në qeverinë e Mustafa Krujës. E ma vonë, nga shtatori 1942 deri me 30 maj 1943, drejtori i policisë. Në kohë të vështira lufte, kur duhej majtur në rendi dhe ekuilibri politik, me të gjitha vështirësitë e kohës, deri me 30 maj 1943, ku si rezultat i presionit në rritje nga Roma, që kërkonin me insistim emrat të kundërshtarëve të Boshtit Rom-Berlin, shoqëri Borshi detyrohet të japi dorëheqjen apo të pushohet nga drejtor i policisë shqiptare për të mos plotësuar kërkesat e Romës. Shoqëri Borshi nuk ka bërë pjesë në asnjë parti politike. Me marimin e luftës, preferoi të mos largohej nga Shqipnia, mbasi nuk e ndinte veten në rrezik me çlirimin e vendit në thojza dhe ardhen e komunistave. Masi kishte ndihmuar shumë prej tyre gjatë luftës, duke i liruar nga burgu apo duke i favorizuar. Por këta personazhe nuk deshën apo nuk u lejuan të dëshmonin në gjyq në favor të tij. U dënu me vdekje dhe u pushkatu me 14 prill 1945 te kodra e Priftit në Tiranë. Ky ishte një përshkrim i shkurtër një jetës së gjyshit tem Shoqëri Borshi, një prej 17 të pushkatumve të gjyqit special, 80 vite më parë. Dhe pikërisht që tash 80 vite ne kërkojmë eshnat e tyne, arsyn dhe bazën ligjore pse u vranë. Në këtë rast një falënderim për ata që gjetën ato pak eshna që kishin met te kodra e Priftit 10-15 vite më parë dhe ndërtuan një varr të përbashkët monumental. Por desha të shtoj që ato paret e damshpërblimit që jep shteti, sado që t'jenë, nuk zavendësojnë kurrë apo damshpërblejnë kurrë damin moral dhe material që u bë familjeve tona. Hala sot, mas 80 viteve, ato plagë nuk janë shëruar. Kjo rrjedhë së pari nga mos vëmendja e duhur e qeverive që pasun njëna tjetrën në këto 34 vitet të tranzicionit, por ndoshta edhe ne që nuk i kena dediku vëmendjen e duhur kërkimit dhe studimit të së vërtetës mi këtë ngjarje makabre. Pse u pushkatun dhe familjet tona u persekutun? Unë falënderoj të gjithë ju sot për pjesëmarrjen dhe veçanërisht institutin që vazhdon kërkimin dhe studimin mi këto vrasje politike të ndodhura 80 vite më parë dhe më pas. Faleminderit Sokol për gjithçka dhe për atë që solli domethënë në dokumentar. Profesoresh Enriqueta Papa ju e ndoqët në dokumentar, bëre një pyetje, a kam turp, edhe përsëriti disa herë. Në fakt, kësaj si kemi kthyer përgjigje, dhe ajo që çështja që ngriti Alizoti këtu, është një pyetje që do t'ja bëj profesoreshës, që çfarë ka ndodhur me mungesën e diagnostizimit dhe çfarë do sillte për shoqërinë shqiptare nëse të hapeshin gjyqe të tilla për pafajësinë e këtyre personave që janë dënuar me palo gjyq, pa gjyq apo pa fakte. Faleminderit Gimi për ftesën në radh parë, për pyetjet. Para se të përgjigjem apo thjesht për të bërë një, si i thonë anglisht brainstorming, një lloj reflektimi mbi çka ndodhur për të shkuar tek pyetja a kam turp. Unë do të falenderoj institutin për punën dhe të tilla, organizimin e të tilla eventeve, qoftë për kujtimor, por qoftë edhe studimor, dhe me aradhën e botimeve të shumta që ISKK-ja ka bërë këto vitet e fundit, qoftë edhe për t'i uruar bordit të ri që shoh pjesën më të madhe të antarëve këtu suksesen punën tuaj për të qenë një nxitje e vazhdueshme e atij hapi galopant që është bërë në këtë drejtim mbi të kaluarën komuniste dhe me fokus të veçantë krimet. Për sa i përket pyetjes, unë nuk dua të zgjatem te historia e gjyqit apo qoftë edhe tek reflektimi mbi përgjegjësit, për shkak se është shumë e qartë që
sa do të reflektojmë ne këtu dhe të themi, ata nuk është se s'ndjejnë turp, por kjo ka të bëjë me atë faktin e mungesës moralit më shumë se sa turpit per se në vetvete. Pasi në bindshmërinë e tyre është ngulitur, dhe kjo është e njohur për gjithë përgjegjësit apo gjithë ata që kanë kryer krime, jo vetëm komunizëm, por edhe gjatë nazizmit, fashizmit, që kanë bërë detyrën, kanë bërë punët, këtu sjell në fakt mund të sjell fakte sa duhet historie, por nuk për shkak të kohës, por edhe në respekt të familjarëve të cilët ju shpreh respektin tim pafund për sakrificën e të afërmit tuaj përshkatuar, por edhe për kalvarin, jo vetëm gjatë komunizmit, por edhe post komunizmit, që ju dhe familjet tuaja keni dhe vazhdoni të ndjeni. Ajo që dua të them ka të bëjë me faktin që dhe nis me një lloj reflektimi në aspektin e çfarë u tha nga të gjithë të pranishmit parafolësit e mi, qoftë nga mundjes për vonesën pak kur kishim në një event fakultet, qoftë nga zoti okay. Qoftë nga zoti Ndregjoni me ato që më nguliti idenë e kërkesës për një mur kujtese që ja bët, qoftë nga zoti Lektase për aspektin e debatit mbi demokracinë, mungesën e debatit, mungesën e transparencës, vlerat e demokracisë, mungesën e drejtësisë apo një drejtësie të munguar që kemi. Po qoftë edhe nga zotrinjtë e tjerë që folën. Ajo që më ngel në mendje dhe që mendoj që ka për të diskutuar elemente plot, është fakti që në Shqipëri, për fat mirë, megjithëse situata nuk është aq e mirë në aspektin e drejtësisë tranzitore, ka pasur 2 raste, dhe zonja përmendi faktin e gjyqit, po ashtu zoti Fizullari përmendi faktin e gjyqit që të bëjmë kërkesa. Ka pas 2 raste të gjyqit dhe të pafajësisë dhënë nga gjykatat shqiptare, që është rasti i familjarëve, pasardhësve, trashëgimtarëve të pushkatuarve të bombës së ambasadës sovjetike, të cilët kanë marrë pafajësinë. Rasti tjetër ka të bëjë, për të mos u zgjatur, rasti tjetër ka të bëjë me ish deputetët e 1 viti, 2 viti më pas që u dënuan, u pushkatuan. Atyre deputetët që u quajtën deputetët pa parti, ata të pavarurit. Me beja me radhë. Është një lloj momenti për t'i marrë si precedent dhe gjyqi drejtësia operon me precedent. I kemi 2 raste. Unë që nxis institucionin e ISKK-s, nxit përfaqësuesit të shoqatave të përndjekurve politik në Shqipëri, NGO të ndryshme, po qoftë për të bërë një kërkesë për të edhe me ekspert të mirë, sidomos të drejtës ndërkombëtare, për të mbledhur bashk dhe të studiojnë këto 2 raste dhe për të nxjerrë, për të kërkuar atë që ju me të drejtë kërkoni, pafajësinë e atyre njerëzve që u pushkatuan apo internuan, u burgosën me 30 e kusur vit, pasardhësit 3 breza të tërë të djegur, për të kërkuar drejtësinë e munguar. Ky është një rast i mirë, mendoj. Siç di që janë tentativat për rastet e të famshmit Edmond Sieka në Gjermani, caja rasti që Edmond Caja është i tmerrshëm, por është në Gjermani. Vazhdoni përpjekjet, por me që kemi rastet e Shqipërisë, 2 precedent, le ti vijoni, për jeni ju të parët, që nuk duhet, unë nuk them që nuk duhet të rriqin dorë, po jeni ju të parë që jeni dëshmitar të asaj atëti kelvari që ka ndodhur. Një tjetër aspekt që nuk duhet zgjatem, një tjetër aspekt ka të bëjë pastaj me jo vetëm organizimin e këtyre eventeve, por që përveç kërkesave të paplotësuara tuaj në atë strapacimin do thoja të post komunizmit me një mungesë vullneti, dhe kjo është fatkeqësisht ta them, ta përcaktoj një vullneti që vijon në kësaj dite, për drejtat tuaja, por dhe për dinjitetin njerëzor. Për mua mendoj që dinjiteti njerëzor është mbi të gjitha. Kryesori për të marrë jo vetëm pafajësinë, por për t'i kthyer këta individ, për t'ju dhënë atë që ata kanë përfaqësuar. Kanë qenë elita, disa prej tyre nënshkrues pavarësisë, ju më mirë se mua e dini, jeni vetë jetë atyre, konsolidues, ndërtues shtetit shqiptar, të cilët në një moment delikat, por që ka dhe ai shpjegimet e veta të bashkëpunimit prej disa prej tyre, ka shpjegimet dhe një drejtësi e pavarur, ka dhe një gjykim të pavarur. Por ajo që u bë me gjyqin special ishte çfarë? Një hakmarrje dhe ajo që u përsërit, ndoshta duhet përsërit veten, po qoftë edhe të tjerët në film.
Ishte thjesht mjeti për të vendosur, për të shtrirë në shoqërinë shqiptare diktaturën, terrorin, frikën, ankthin. Por ajo që ne duhet bëjmë sot është, në radhë parë, është thënë shpesh rishikimi i kurrikulave. Kurrikula vendoset nga Ministria e Arsimit. Sa do tentojmë neve ky është vullneti i pastër politik dhe e dim fare mirë ping-pongun që është bërë në këto 34 vjet tranzicion. Ajo që duhet bërë janë iniciativa të tilla siç ISKK-ja ka marrë për shkakun që unë e di, që ka të bëjë me shkollat. Vajtja tek nxënësit. Do thoni ju nuk na fton njëri, jo, duhet insistuar për shkon. Organizimi projekteve jo vetëm për kujtimore, por me të rinjt, sepse janë frikshme mungesa e informacionit që të rinjt kanë për atë që ju është bërë juve. Dhe kjo është, mendoj që është merë, kjo mendoj që është gjëja më kryesore për të dhënë, për të zbuluar komunizmin, për t'ia treguar komunizmin të rinjve, sepse nuk din ku ka qenë monumenti Enver Hoxhës. Jo më të dim për gjyqin special. Dhe unë jam befasuar kur e kam dhënë se e marrim nga njerë për të mirë qenë, por nuk din realisht sepse është jeta, informacioni, vrulli, nuk flasim në shtëpi me njëri tjetrin. Prandaj mendoj që patjetër, pra janë shumë faktorë përveç mungesës vullnetit pra. Prandaj është e nevojshme që të zbulohet komunizmi, të punojmë tek të rinjt, që të dinë në mënyrë që të mos përsëritet, jo, por në mënyrë patjetër. Po nuk e din zotri. Nuk e din. Po nuk e din. Nuk duan t'ua thonë. Nuk duan t'ua thonë. Djek Arsimi sa shkatërru Universiteti Elbasanit. E shkatërru ai Luciano Boqi. Me qasim se di një shkatërru qytetit. Dakor, po e lejmë politikën sepse s'u intereson politika, por dakor. Pra edukimi është i rëndësishëm. Me automatik, me shpata. Që i dhe edukojmë krimin, pat kriminal. Pra, ajo që për ta mbyllur, ideja që ose të paktën ajo që dhe ka një tjetër aspekt shumë të rëndësishëm mendoj përveç gjyqjeve, ka të bëjë me aspektin e asaj që në drejtësinë tranzitore është naming and shaming teori, por nuk do të jem teori, që ka të bëjë me emrat, thënia e emrave dhe bërja me faj ose me turp. Ato që kanë qenë në gjyq, ju i dini, ne i dim, por në gjyqe tjera, për t'i thënë, lustrimi është i vështirë. Hapja dosjeve ka dhe ajo peripecit e vete për shkak të së drejtës autorit dhe jo çdo gjë bëhet me dije, jo çdo gjë është transparente, siç zoti Tase aq bukur e përkufizoi. Dhe e rëndësishme është për demokracinë është që të dihet siç ka qenë komunizmi, por dhe personat përgjegjës. Ne i shohim nëpër muzeume, ne i shohim në evente të tilla, por ku mblidheni vetëm ju dhe ne që kemi shkruar për komunizmin. Po për të ditur publiku, është nevojë ai wall of shaming, është nevojë që ai muri i turpit të dali, sepse shumë nga ata ende për shumë arsye vijojnë të gëzojnë të njëjtat privilegje që kanë pasur baballarët e tyre apo vetë ata. Unë nuk dua të zgjatem më, ju falenderit dhe respekte për gjithë ju. Falenderit profesoresh për gjithë kontributin, për gjithçka që ke bërë në këtë betejë, domethënë, duke qenë deri së fundmi dhe anëtare e bordit të ISKK-s, por në të gjithë fushat ku ke dhënë, domethënë. Përpara se ta jap fjalën dy kolegëve të mi të ISKK-s, domethënë Florinit dhe Dorinës, fakt do të ftoja zotin Zeka një minutë në një ndërhyrje, Agim Zeka, por këdo që se njëni është një nga gazetarët e vjetër, miqtë e mi, domethënë, por e i kësaj klase ku jemi të gjithë. Faleminderit zoti Bari, edhe ju përgëzoj për këtë iniciativë. Tani që të përsërisur se çfarë ishte gjyqi special është e kot, u tha e u stërtha. Për mua e gjithë kuintesenca e atij gjyqi fars të qëllimshëm për të ushtruar terror, të cilën e dim të gjithë, ishte një frazë e shkurtër e Terence Stoçit. Ati juristi, ati politikani i cili kishte ndërtuar ose krijuar të dy kodet, edhe civilin dhe penalin, mbi bazën e cilëve funksionon gati edhe substanca e sotme e këtyre dy komponenteve. Ai ju drejtua kryetarit të në gjexhime 4 klas, kur tha,
ju mund të më dënoni, por ju nuk mundet kurse si të më gjykoni. Ka që ishte mëse e mjaftueshme për ta zhveshur dhe për ta goditur dhe vënë drejt për drejt dhe shumë fort këtë farsë të këtij gjyqi. Në dokumentarin e bukur këtu që u dha, ishte një moment ku filozofi i Partisë Komuniste që kishte studiuar në Lomonosov në Moskë, Sejfullah Maleshova, i cili tek e fundit ishte komunist, po me idetë e tija fikse, idealiste, tha që kjo parti po shndërrohet një parti terroriste. Kriminali Hoxha, i cili kurse si nuk duronte që njerëz që ishin afruar dhe kërkonin të diktonin në të ardhmen e asaj partie vërtet terroriste, nuk pranonte kurse si që askush t'i bënte hije. Dhe në mbledhjen e tetorit, Beratit, 20 tetor 1944, kur Enver Hoxha do shpallej si kryeministri i arshëm i qeverisë demokratike, i dërgoi për ta provokuar disa të ri dhe i thanë: "Profesor, ke dëgjuar se çka ndal disa intelektual të pavarur?" Ai nënqeshi dhe tha: "Po, tha, djelmosha, pse ju nuk e dini?" "Po jo," tha, "çfarë janë ta intelektual të pavarur?" Ai u përgjigj: "Intelektual të pavarur janë ata që nuk janë varur akoma." Edhe kjo ishte shumë domethënëse. Tani, në qoftë se vim në ditët e sotme, me qenë se jemi edhe në gati në kulmin e fushatës elektorale, të gjithë po i dëgjojmë me interes partitë politike të mëdha, e të vogla, të vjetra e të reja, të bëjmë premtime nga minimumi etik deri unë dua hënën e ku di unë se qarë, por rrallë kush, ose mos gaboj asnjë, nuk ka thënë që qa do të bëjë dhe si do t'i mbyllim këto plagë të cilat janë akoma gjallë. Miku im, nipi i Terenc Toçit, Terenc Dalena, e kam thirrur nga Italia kur mora vesh nga një televizion këtu se u gjet gropa ku është varrosur gjyshi, erdhi me një frym. Shku me kërkuam dhe nuk u gjet as gjikundi. Po pse më gjithë kjo Ministri e Brendshme, gjithë kjo arkiv, gjithë kjo nuk e dinin se ku janë, nuk ishte dëshmitar që tek e fundit kishin lënë një dokument të tjerë, dhe sot e kësaj dite, ai me iniciativën e tij dhe 100 herë për ta përgëzuar, i ka bërë bustin dhe me shpenzimet e tija, në të cilët njërin e ka vënë në oborrin e kishës Shën Markut në Fan të Mirditës, ku ai ngriti flamurin e pavarësisë kundër otomanëve 1 vit e gjysmë para Ismail Qemalit në Vlorë. Dhe sot liderat të tjerë do t'ju kërkojnë ndjesë edhe 30 sekonda. Unë kam pasur fatin të përkthej një libër të Václav Havelit, disidentit Çekoslovak dhe pastaj Çek, i cili titullohet Pushteti i të papushtetshmëve. Shumë interesant, ku ai thot: kur u bë revolucioni për kalimin e mbylljen e komunizmit, ne revolucionin tonë në Çekoslovaki e quajtën revolucion gentil. Dhe më thonë një revolucion ku nuk u thya asnjë xham, nuk u bë asnjë zullum, dhe ne u përkëdhelëm nga studiusit perëndimor të politikës. Në një shtet tjetër, në Ukrainë, u zhvillu jashtëquajturi revolucion i Portokallit, ku shumë pak zullume. Në një vend tjetër akoma, thotë u zhvillu një revolucion i quajturi revolucioni flak-kashte. Ishte fjala për Rumaninë, ku revolucioni u ndes shpejt dhe kashta u fik me kokën e Ceaușescut. Por, përfundon, thotë, ishte një vendi më i vogël në ish demokracitë popullore, ku komunizmi kishte bërë shtypjen më të egër, ishte fjala për Shqipërinë, ku u zhvillu një revolucion i një natyre krejt veçantë. I ashtu quajturi revolucion në Tryezë, dhe Tallet ironizon kur thot: a bëhet revolucion në Tryezë? Lideri i fundit, nuk ja zë emrin, diktatori i fundit, është fjala për Emizalin, me partiturën e Katovicës së Gorbacovit, thirri në Tryezë
eksponent caktuar dhe i ndau tje dhe ndodhi kjo. Bile, në një që ka pretenduar tjetë nga krau i ynë, i vujtur, i shtypur e tjerë, kur ndodhte të takonte një udhëheqës të kohës, të nesëmër në punën e tij ku ishte, nuk i pta as dorën se ja kam dhënë komandantit dje. Zoti Zeka. Ai mbarova, ai tha, nga kaq sa kam njohur komunizmin, mund të më rridh dhe të them që më të zi se komunistët pas këshin qenë ish komunistët e transformuar në antikomunist. Faleminderit. Zoti Zeka, faleminderit. Faleminderit që na kujtove dhe librin e Avelit, Pushtetit pa pushtetshme, që thotë që për sa kohë jemi tek e tek, domethënë jemi të thyeshëm, vetëm kur bëhemi bashkë dhe të pafuqishëm, nuk e dim thotë që kanë fuqi vetëm në momentin kur organizohen dhe bëhen bashkë. Unë mendoj që po të kemi zot për bashkët, domethënë do të kishim arritur qëllimin dhe ata që u ngritën shumë çështje që u ngritën këtu. Tani do të jap fjalën kolegut tim Florin Zyberaj. Kam një pyetje shumë thjeshtë. A ishte gjyqi special një dhunë për çdo lloj disidencë që do të pasonte më pas, pra a vendosi një lloj standardi të dhunës për ata që disidencë që të pasonte më vonë? Faleminderit Dagim për pyetjen. Unë do i bëj shkurtimisht, do them edhe në lidhje me përgjigjen e pyetjes, por edhe shkurtimisht diçka për mënyrën se si duhet të trajtojmë ne çështjen e gjyqit special. Ajo që du të them, si le të themi si parashtes, më falni, për t'ju përgjigjur edhe pyetjes që më bëre, është ne akoma nuk kemi arritur në atë stad që ta trajtojmë çështjen e gjyqit special, sepse historia e periudhës komunizmit nuk fillon dhe as nuk mbaron me gjyqin special. Pra, kemi shumë gjyqe në Shqipëri që janë zhvilluar dhe cilësohen si gjyqe ushtarake. Pra, sa kemi arritur të bëjmë ne për këtë aspekt? Sa i njohim ne këto? Nga 44 deri në 1950, sa gjyqe ushtarake kemi në Shqipëri, sa janë zhvilluar, sa janë dënuar, sa janë viktima, pra nuk e kemi ne këtë gjë. Akoma edhe qëndrojmë pikërisht më shumë tek fjala se sa tek vepra. Prandaj, në këtë prizëm, unë mendoj që çështja e gjyqit special duhet të ngrihet në dy rrafshe. Së pari në rrafshin historik dhe politik dhe në rrafshin juridik, për ta trajtuar sa më objektive dhe për ta zhveshur nga ana emocionale, sepse studiuesit duhet të jenë të ftohtë. Unë e mirëkuptoj familjarët, pasuesit e tyre dhe me të drejtë, sepse e kanë vuajtur mbi kurriz. Por ama kur vjen fjala tek dokumentet autentike, tek burimet e literatura, duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe të jemi sa më pranë të vërtetës historike. Jo çdo gjë që na ka arritur deri në ditët tona janë të vërteta. Jo çdo gjë që shkruhet në dokumentet hetimore gjyqësore duhet të merret për të mirëqenë, pa i krahasuar me burimet primare. Por mendimin tim, fillesat e gjyqit special nuk duhet t'i kërkojmë vetëm në 15 dhjetor të vitit 1944, ku kryesia e Kanqit dha urdhën për krijimin e këtij gjyqi, por shumë më përpara. Vetëm mjafton një rast për t'ju bërë lidhjen e të gjithë ata ministra, funksionarë në punës të lartë të shtetit që u dënuan në gjyqin special. Kemi një radiogram shumë të rëndësishëm, pra të Enver Hoxhës në cilësinë e komandantit të përgjithshëm që i dërgonte Dalin Dreut, që ishte komandanti i korporamatës së parë të ushtrisë. Dhe i thot tekstualisht: të gjithë ministrat në punës të shtetit shqiptar duhet të grumbullohen me një fushë përqendrimi, 2 nëntor të vitit 1944. Pra çfarë ndodhi më vonë? Pra, duhet të shikojmë rendin historik dhe dokumente vetë për të bërë lidhjen, sepse në qoftë se ne e shkëputim dhe e marrim vetëm tek gjyqi special, ne kemi bërë një gabim. Historia është vijshmëri, nuk ka ndërprerje. Prandaj duhet të shikojmë hallkat ndërlidhëse me njëra tjetrën për të arritur një përfundim sa më të saktë të asaj çfarë ndodhi. Nuk u thaste dokumentari, por edhe nga kolegët referues, kryetari i gjyqit special kishte edhe një funksion tjetër. Mos harrojmë që ishte drejtuesi i sigurimit të shtetit, Koçi Xoze. Ishte numri 2 me Enver Hoxhën. Madje deri në vitin 1946 kishin një rivalitet aq të theksuar, një lloj dualizmi mes Enver Hoxhës dhe Koçi Xozës, për shkak të pushtetit dhe funksionit që ata kishin. Koçi Xoze pothuajse drejtonte tërësisht Ministrinë e Punëve të Brendshme. Dhe ju e shihni edhe unë kam bërë një studim për sigurimin e shtetit në fillesat e tij. Dhe Koçi Xozi ka luajtur një rol shumë
kështu vendimmarrës në dënimin e shumë jo vetëm nacionalistëve, sepse ku i themi nacionalist pra du ta vendosim në kontekst historik dhe çfarë kontributi ka dhënë. Jo çdo person mund ta marrim të nacionalist për shkak të kontributit që ka dhënë. Zoti Hoxha e përmendi që nuk ekzistonte një ligj, edhe është e vërtetë. Pavarësisht se u krijua ndërmarrja, le të themi, kupola që do të gjykonte të gjithë këta persona, nuk ekzistonte një ligj. Ligji do dalë shumë më vonë, pra në 14 janar të 45-s, por të votuar në fletorin zyrtare më vonë në 25 janar të vitit 1945. Gjatë kësaj periudhe janë mbajtur pa fakte, pa prova dhe vetëm me le të themi vetëm me aspektet propagandistike. Ajo që shihet në gjyqin special është kjo fakti shumë i rëndësishëm për mendimin tim, sepse këta në fillimin e krijimit të gjyqit special u akuzuan për krime lufte. Pra nuk përfshihet asnjë lloj akuze tjetër. Ndërkohë në vendimin final, pas fjalimit të fundit të prokurorit Bedris Pahiu, au tha që këto janë edhe armiqtë e popullit. Pra shikojmë pra që një akuzë u shtua që nuk ishte përcaktuar në fillim të gjyqit special. Në fakt, Koçi Xoxhe, drejtuesi i parë i sigurisë shtetit shqiptar, bëri një fjalim një muaj para se të mbante gjyqi special. Fjalimi ishte nga më brutali që ka njohur historia dhe më është i ngjashëm me përfaqësuesit jugosllav të Oznës. Dhe thoshte kështu me këtë fjalë në kryeqytetin tonë, në Tiranë, mbajti një fjalim shumë të ashpër dhe thoshte që shpata e drejtësisë do të bjerë rënd dhe aty ku duhet të bjerë, mbi tradhtarët dhe armiqtë e popullit. Pra e kishte, le të themi, e kishte përcaktuar se si do ishte edhe ngjarjet të mëvonshme. Sigurisht që gjyqi special u zhvillua në Tiranë, në shumë dokumenta edhe është përfaqësuesi Jozef Radi, e di shumë mirë sepse i ka dosjet hetimore gjyqësore, nuk janë shumë plota. Gjithë seancat janë të botuara në mënyrë më perfekte te Gazeta Bashkimi. 31 seanca janë të zbardhura në mënyrë më perfekte të mundshme. Por jo vetëm këto, du të shikoni edhe shtypin asaj periudhe, sidomos gazetën Luftëtari, Përpara, Jehona e Tiranës, Zani Dragobis, Zani Vlorës, pra për të parë mënyrën se si u zhvilluan këto rrethana. Sigurisht që në orën 10 të paradites, seancën e drejtoi pikërisht Koçi Xoxhe, me një tuf letrash që i tundte përballë atyre të panderurve që ishin në fustë të lartë të shtetit shqiptar me kontribute të jashtëzakonshme në administratën e vendit tonë, që vetëm për shkak të aktivitetit që kanë pasur nuk meritonin, jo që të ishin në atë sallë, por nuk i kishin vendin as pak aty. Sigurisht për t'i dhënë edhe një dorë të fundit fare, se nuk duhet ta nzjas për shkak të efektit kohës, gjyqi special pati një lloj bilanci në fund fare, 17 persona u dënuan me vdekje, nga të cilët 60 persona u gjykuan, 17 me vdekje, 40 persona me burgime të ndryshme, por këto shoqëroheshin gjithmonë edhe me punë të detyruara, që të jemi të saktë. Nga 40 persona që vuajtën burgimet, por edhe punë të detyruara, 11 persona vdiqën edhe në burgje nga këta. 3 u liruan pikërisht me kusht. Ajo që duhet të them në fund fare është që shteti shqiptar, pavarësisht se kishte marrëdhënie shumë të mira, sigurimi i shtetit shqiptar me sigurimin e shtetit jugosllav kishin një lloj besnikërie, le të themi, sidomos e vendit tonë ndaj Oznës jugoslave, pas mbarimit të gjyqit special. Ekziston një dokument që Svenc Drejtoresha e ka marrë në arkivat jugoslave. Unë e kam përkthy aq sa kam mundur ta përkthej, që të gjithë organizatat ose grupet kundërshtare në Shqipëri, përfshirë edhe gjyqi special, shteti jonë përgatiti një raport dhe ja dërgoi pikërisht qeverisë jugoslave. Dhe ky dokument gjendet në fondin e Titos, pra të presidentit Tito. Pra, çfarë tregon kjo? Kjo tregon, dhe duhet të vendosen në kontekst, kjo tregon që për çdo gjë, por edhe një lloj e kishte krenarie shteti shqiptar t'i raportonte qeverisë jugoslave që ne i kemi dënuar kundërshtar politik, ashtu siç ju vepruat në Jugosllavi. Ne jo vetëm organet e sigurisë shtetit që e morëm një, le të themi, një imitim nga Ozna jugoslave, por edhe fjalët. Po të shikoni tok fjalëshe në gjyqin special, shpata e drejtësisë, ora mbi kriminalitet e luftës së ra, krisën plumbat, pra i kemi marr armiqtë popullit, i kemi marr fikrisht tok fjalësh nga Jugosllavia. Me kaq po e mbylli dhe uroj që të bën akoma edhe studime më të thelluara për të nxjerrë të vërtetë. Në dijenin time ka shumë pak, ja, ta mbaroj. Edhe
Në dijenin time ka shumë pak botime për gjyqi special, e përmeni Jozefi, është vetëm ky botim, që edhe unë e kam, është ndjekur një botim nga Qelo Hoxha, i ndjekur edhe unë ndër të fundit ndoshta jam që kam shkruar për gjyqin special dhe uroj që të shkruhet sa më shumë, por sa më pranë të vërtetës historike, edhe të shmangim këto, le të themi, shkrimet publicistike, po të jemi të vërtetën, të themi atë që është e bazuar dhe argumentuar. Faleminderit. Për ta nuk do të zgjatem, libri Gjyqi Special është ndërtuar nga një njeri në fillim viteve 90, kur mundësia e kontaktit me dokumentet ka qenë shumë e vështirë dhe për të eliminuar të shkruarit subjektiv të një personi që ka qenë, unë e quaj jashtëzakonisht të vlefshëm sepse ka anën publicistike, si thuti, po ka dëshminë e një njeriu të vërtet. Zakonisht studiusët merren me dokumentat, por me kalimin e kohës edhe subjektiviteti një personi kthehet në dokument. Një. E dyta, thatë që midis raportit të Koçish Dozës me Enver Hoxhën. Raporti Koçish Dozës me Enver Hoxhën ishte e para një dualitet politik i krijuar jo nga rivaliteti i personave, po nga rivaliteti i atyre që i komandonin këta persona. Dhe unë, koncepti im është që Koçi Dozë ishte përfaqësuesi më tipik i Jugoslavëve në Shqipëri dhe donin Koçi Dozën ata. Enver Hoxha kishte një pikë tjetër më të fortë se Jugoslavët. Se cila është ajo, historia e ka treguar, e ka dëshmuar, dhe në këtë dualitet fitoi ai që fitoi, sepse Jugoslave ja u pren në një farë mënyrë rrugën, por nuk ja u pren shtegun, ja u pren rrugën, kurse Enver Hoxhës nuk u pren as rruga dhe as shtegu. Dhe Jugoslavët patën ndikim në shtetin shqiptar, po aq sa deshën disa të tjerë që janë jashtë realiteteve shqiptare. Kështu gjykohet. Unë nuk them që ajo ishte më i zoti ky se ky, jo, s'ishin më i zoti asnjëri as tjetri. Jugoslavët donin edhe një më ignorant. Enver Hoxha nuk hyn ke ignorantët. Enver Hoxha hyn ke mediokrit. Por mediokër me një diabolizëm perfekt që i çoi punët e disa udhëzimeve atje ku duheshin. Koçi Dozë i ngelin mes rrugës, sepse dëgjoi vetëm njërin krah të betejës. Okej, vetëm dy fjalë shumë të shkurtra. Florin, po shkum në dialog, këtu kanë gjithë dialog. Jo, absolutisht, vetëm një fjali. Unë le të falenderoj se ishe folë shumë mirë. Tek fjali. Tek fjali nuk thoni ju, as i studios nuk thotë tek fjali. Jo, e kam shkurt. Nuk ka mendoj ajo që tha është plotësisht, janë plotësisht të vërteta, është dualizëm politik, nuk është dualizëm aspekte personale, absolutisht. Po, absolutisht. Dhe për librin i parë Gjyqi Special që është zhbutuar në Shqipëri, unë ja thash edhe pa filluar Tyreza, është ndër librat e parë që ka krijuar një gur themeli kur askush nuk guxonte të shkruante për Gjyqin Special. Dhe bëhet fjalë për botimin në 97-ën, më korrigjon për gabim, 95-ën. Dhe me kaq po mbylli, është kënaqësi për mua. Shiko, nuk do të vonoj më shumë se 6-7 minuta. Kam një pyetje për Dorina Dajun që është e fundit dhe pastaj do ta bëjmë mbylljen në Ndërtoresha Armanda Hysa. Dorin, meqense merresh me nxënës, ke bërë takime me studentë, pse do t'ja tregoje sot dhe si do ja shpjegoje Gjyqin Special studentëve nëse do të pyesnin për çfarë duhet ta dimë atë? Faleminderit Gimi, të nderuar familjar, pasardhës, të dënuarve të viktimave nga Gjyqi Special, të nderuar antar të bordit, të nderuar studiues dhe kolegë. Sot, 80 vjet, pas këtij akti dramatik që vullosi instalimin e diktaturës komuniste në Shqipëri, jemi mbledhur për të rikujtuar dhe për të reflektuar. Gjyqi Special i vitit 1945 nuk ishte një drejtësi. Ishte një instrument hakmarrje ndaj elitës politike, intelektuale dhe patriotike të vendit. Dhe për të kthyer përgjigje të shkurtër, duke qenë se jemi dhe të fundit, mbi rëndësinë e informimit të rinjve, duke qenë se jam koordinator e edukimit dhe informimit publik pranë ISTKK-s, e shikoj shumë të nevojshme informimin e brezit të ri, sepse ata shumë pak din për të kaluarën. Dhe duke njohur gjyqet speciale, rolin që patën Komisioni i Zbulimeve të Krimeve të Luftës,
Është shumë e rëndësishme që ata të mësojnë dhe ne, me përullësinë më të madhe, të ulemi para qëndresës dhe të familjarëve të tyre. Ne në ISKK po bëjmë një punë tepër serioze mbi informimin e brezit të ri, duke mbajtur leksione, duke organizuar ekspozita nga më të ndryshmet dhe duke sjell pranë brezit të ri botime të librave të ISKK-s. Faleminderit. Shumë faleminderit dhe ju për gjithçka që bën në takim me nxënësit dhe me ato që komunikim sepse trinjt janë. Kjo e thot me kurrikula, s'ka se kam zë botë, edhe me ekspozita, më fal, edhe unë që jam studiuse, kam disa libra dhe që vazhdoj të studioj të fushë dhe Jozefi e di, për ishte për ndjekurit dhe vazhdoj të shkruaj libra me një literaturë goxha madhore. Vetëm kurrikula e shkollës së dashur vajzë do të bëhet diçka që të bëhet pjesa e komunizmit, të bëhet pjesë e historisë kombëtare. Po nuk u bë ajo. Ato s'din, s'njohin prindrit e vet, njih kanë. Okej, faleminderit shumë për pyetjen dhe për sugjerimin. Dur një marrëveshje me Ministrinë e Arsimit mbi zhvillimin e këtyre takimeve në shkolla. Dhe është një hap shumë i rëndësishëm, sepse të ndryshosh kurrikulën do të thotë që ti të punosh mjaft me Ministrinë e Arsimit. Kështu që kjo është një punë me të vërtetë i procesi i gjatë dhe i vështirë përpara. Unë jam shumë dakord që historia e komunizmit dhe jam ndër ata studiues që e përkrahin faktin dhe mbështesin fort që historia e komunizmit të bëhet lëndë e detyrueshme në shkolla. Madje sidomos ne kemi maturantët të cilët kanë mjaft orë të lira në dispozicion sipas kurrikulës së arsimit dhe mendojmë që këto orë pse mos bëhen orë mbi periudhën komuniste. Dhe për mendimin tim, historia e Shqipërisë duhet dhënë lëndë provimi e detyrueshme në çdo cikël të arsimit të mesëm të lartë. Faleminderit. Faleminderit Dorina. Tani fjalën do ja jap ta mbyllim për mbyllje. Nuk ka asnjë një fjali. Unë e di që ke gjëra për të thënë, po. Me 22 dhjetor të 2024-s, Kongresi Amerikan miratoi një rezolut me 327 vota pro, 60 kundra, që studiojnë krimet e komunizmit në gjimnazet amerikane. Me gjithë problemin e madhor që e bëra unë media, politika heshti, në qoftë se parlamenti nuk aprovon ligjin për dënimin e krimeve të komunizmit, nuk futen kurrikulume shkollore. Kjo ishte sa për sqarim. Manda, besoj se një përmbledhje të shkurtër, domethënë, falenderoj. Përshëndetje, jam Armanda Hysa, zëvendës drejtoresha e Institutit Studimit Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit. Çfarë mund të themi neve? Ka një dallim midis politikës dhe politikbërjes, dhe politika ka propagandën, politikbërja ka masat, planet, strategjit për të arritur qëllimet e veta, dhe pyetja që ne duhet të shtrojmë vetes është cili është qëllimi ynë si institucion politikbërës, jo politik, por politikbërës. Ne jemi institucion politikbërës drejt çështjes së kujtesës. Kujtesa dhe harresa mund të jenë të induktuara, pra ne mund të kujtojmë gjërat që ne duam të kujtojmë dhe për cilat institucione punojnë që ato gjërat kujtohen, sikurse institucione punojnë që ato gjërat harrohen. Ne jemi ai institucion të cilët punojmë që krimet e komunizmit dhe llahtaria e një sistemi diktatorial të kujtohet. Prandaj çdo hap që merret në këtë drejtim, qoftë një konferencë vogël e madhe, qoftë një tryezë e rumbullakët, qoftë një takim përkujtimor, qoftë një diskutim mbi atë se çfarë do të bëjmë me kurrikulat shkollore, qoftë një takim në një shkollë 9-vjeçare, çdo gjë pra është një hap drejt asaj që ne të krijojmë një kujtesë dhe ta mbajmë atë fort, kujtesën mbi krimet e sistemit komunist. Ne do të kemi shumë aktivitete tjera këtë vit, paraprakisht jeni të ftuar, sepse këtë vit ka qelluar edhe vit përvjetorësh, siç do të jetë 35 vjetori dy korrikut e tjera me radhë. Gjithsesi jeni të ftuar në çdo aktivitet tonin që ndodhin gati çdo 2 muaj. Faleminderit. Faleminderit për durimin, ju falenderoj të gjithëve për pranimin.